është përçuditur me atë që po shkatrohet, a shpëtimin e ka me veti. Faqila lahu wa man najah, e pyetën njerëzit kush është shpëtimi? Tha Aliu radiallahu an, el istighfar, është istighfari, kërkim falja. Pra forma istighfarit është astaghfirullah, kërkoj falje të Zotit. Ma plota është astaghfirullah wa atubu ilej, kërkoj falje të Zotit edhe pendona të Zotit xhelalu ala. Allahu azza wa jall na ka treguar që sebepi kryesor i fesatit në tokë, sebepi kryesor i shkatrimit në tokë, në ndeti, në këtë dunja dhe botën tjetër janë mëkatet. Tha Allahu azza wa jall: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Nuk bën vaki kërkon për juve me rrugë një fesat, një shkatrim, e që të mos jetë shkak i ka ati fesatit dhe ati shkatrimi verduar e njeriut. Ti me dorën tonë dhe e ki pru vetën këtë deregje, ti me vetën tonë dhe e ki rreziku vetën tonë, ti me duar tua e ki hedh vetën shkatrim. Për të arsye Allah tha: "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka", dhe me duart e juaja mos e çoni vetën në shkatrim, edhe mos e çoni vetën në fesad. Andaj istighfari përdoret për shumë aspekte. Për shembull, Allahu azza wa jalla ka bërë që pas përfundimit namazit, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, çka më thon? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta as-salamu wa minka as-salam. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. 3 herë bimi istighfar mas namazit. Pse? O Allah, kërkoj falje për gjunaat e mia. O Allah, kërkoj falje për lëshime që i kum bu namaz, gabime teknike. O Allah, kërkoj falje nëse më kanë shkuar mend diku tjetër namaz. A ka diku shpineve që e fal xhumon, e fal ikindin, e fal yasin, po flas farzin, edhe nuk i shkojnë mend kurkun? Për të arsye është mirë që kur imami në namazet që falen me imam pazo, nuk lexon me zo, është mirë xhamati me lexuar elhamin me pazo vetë me veti. Pse? Me pas koncentrim namaz. Jema i lidh namaz. A nëse i lidhesh imamit edhe si ti bëjsh tekbiret Allahu Akbar se qel gojen, ka shkojnë mend. A ka dikush për neve që s'ka probleme? S'ka. A ka dikush për neve që s'ka derte? S'ka. A ka dikush për neve që s'ka sprova? S'ka. Shejtani ta gjen qatë moment namaz, ta qon menjet e filani, a pa veç ka thënë kafe, ti me dita e ku e ka pas fjallën. Mullet e në 4 rekate namaz, sillu, pështillu, veç ku të thoje imami, assalamu alaikum rahmetullah. Ku u pëtit namazja? A ti ban keki lezu me te jate, me salavate, me kejt. Su mur vesh. Ose të kanë hub do pare në shpes për diku kilon, a pantollët që i ka shti gryja mila, a pantollët palama ato që i kim katë. Desa ta ftillojnë shejtani ku i kilonën, ose mendja jote shkoj namazi. Andaj mas namazi ku thoja imami, assalamu alaikum wa rahmetullah, assalamu alaikum wa rahmetullah, thu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thotë nesi, ju më falë 10 vjetë mas pejgamberit, se u kun shëptor, ma ato ka jetu. Thotë s'ka bova ki me dhonë selam gjathas e majtas, edhe me thonë Allahumma ente selamu, që mos me thonë parasaj 3 herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Edhe të shpia ku të falesh vetë. S'po të ndinë gjemate as hoxha vetë, në të ndije Zoti. Allah i të ndinë edhe në gjami. Ama ka qef ku të falesh në fush, në pun, në shpi, në gjami. Edhe ti me levit bust. Edhe ti me thonë astaghfirullah, o Allah falem. Gjithashtu, istighfar bje njëri edhe kur dale pi vecijas, pi banjës, Allah i ndëruf. Pse bje istighfar? Helbete mos i stërpik me pikat e urinës, Allah ju nderov. Si stërpikësh, pikat e urinës janë të papastërta, ta prishin namazin, spranohet namazi. Ama kur thua astaghfirullah, o Allah më falë se nashta ju më stërpik, o Allah nashta ju më vanu shumë veces, u dash më vanu shumë. Ka njerëz do si t'hin tripa, si t'hin veces, t'hin medal. A i qeti lëqon ilahi, thu të zë është kana gjegjen në atin banjo, shajbe të bo. Që polana, që ma polash ilahi, a flak pushkon, ose muzika, s'po më rrijet vetë, po s'ki hi vla me nej vetë si ditën, krye punë dhe a jashtë, a i qeti si daldisit Instagram, këna qëtë postime. La ilaha illallah. Për atë arsye, istighfari është anija shpëtimit për muslimanin. Istighfari është detergjent për muslimanin.
Andaj me eduku vetën tonë që me ra istikfar, edhe pas namazit, edhe pas punës mirë kur ta kryjmë, po edhe pas mëkatit edhe gjunahit. Nga se ka thonë pejgamberi sa at-taibu min adh-dhanbi kama la-dhanba lah. Ai cili pendohet mas gjunahit, edhe thot astaghfirullah, o Allah falma, o Allah u pendova te ti, ose sikurse mos me pas bo fare gjuna. Gjithashtu istikfari përdoret për largimin e varfrisë. Istikfari përdoret edhe për bereqetin familje, përdoret edhe për Allahu me dhonë vlat, me dhonë fëmijë. Normal duhet me marrë sebepet mjekësore, duhet me marrë sebepet fetare. Mirë po sa që ti mirë sebepet mjekësore, fetare, vazhdimisht gjua jote me ra istikfar. Thot njëri për djetarëve, që Ibn Taymija rahimahullah, thot sa herë më ka vetë xhamatin do një mesele. Nëse rastësisht se kum ditë meselen që duhet 100%, nëse që më koni i sigurt në përgjigje në gjevab, thot kum shku të shtëpia, kum marr abdes, ju më ullë, kum kryq. Edhe thot kum ra istikfar deri 1000 herë. Edhe kum bua dua, o Allah, zgjero ma gjoksin. Gjemati s'kan hoq qëtër me ditë më mirë se une. O Allah, që këtë mesele s'pe di që duhet, o Allah, mundëso ma të di këtë mesele. 1000 herë thot, kum ra istikfar, pse si ju më koni sigurt në gjeva përgjigje. Ai qetri Imam Buhariu thot, se kum fut asni hadith në kapitullin apo në librin tem, derisa para se me shkru hadithin i kum falë 2 rekate namaz. Kam bo pun, ama i kam bo pun saklam. I kam bo pun ma sinqerë se na, ma bura se na kanë qenë. Ama kër e kanë kry punën e mirë, kanë qenë të friksuar, që ki mund që e bona, kjo djerës që e derdha, këtë pun që e bona, a u pranuta Allah, a u bo kabul, a su bo kabul. Ka ra istikfar për lëshimet. Para mendoni Nuhi a.s. 950 vjetë ka qenë imam i xhamatit vetë. 1050. Sa ka jetu i lumi Allahti për minimi. Edhe Nuhi ja ka lip një dua Zotit. Unë mendoj se secili prind e doja vlotën e vetë ma shumë sekret. Mos mendoj që hoxhët e doja vlotën ma shumë se ti. Mos mendoj që mësuesi ta doja vlotën ma shumë se ti. Mos harroj veten. Ajo është joti, likura jote, gjaku jot. Ti duhesh me dash e vlotën ma shumë se çdo kush. Nuhi a.s. u bo marak për djalin e vet. Baba hoxh, djali Allah i na rujt. Prap të rujt. Edhe Nuhi u ndiket se e vladi si ja ngoj fjalën babës. Edhe Nuhi e buni një doa, tha, o Allah, unë e po të lusë për djalin tem. Me marujt, mu shtagjoj e keqja. Allah i tha Nuhit, lejse min ehlik, innehu amelun ghalun salih, fela tes'elni ma lejse leke bihi ilm. O Nuh, ai nuk është gjaku jot, nuk është pita mëzlëkit tonë, anë pse e vlad e ki. Ka rrok sapa. O Nuh, mos bon doa për diçka që s'ki një uri dije. Nuhi e boni doa për zyt dhe tha, wa illem të ufilli wa të rhamni e kum minel khasirin. O Allah, nëse s'un falë ti muhe, edhe nëse s'ma pranon pendimin ku me qenë për të humbërve. Ademi a.s. të nëruar vëzër, ka gabu, ama ka gabu me epsh. U mashtru, harroj, i tha Zoti, kejt të natë mirë diki në gjenet, që ketë pe mos e prek. Epshin, nefsi, shetani me cytje mashtroj, edhe shkoj bashkë qatë pemën që ja boni Zotit, ndalu me e preki. Ama se ka bo për me një malsis, pi ka pa da i lëkët, e ka bo që ka haru insan, edhe ka lakmu me jetu magat. Ama kër e boni gabimin, që ka tha, Rabbena, innena dhalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. O Allah, gaboj grua jeme, gabova dhe une. Nëse ti s'na fal, kena me qenë prej të humburve. E Allahu e cekis unë al-Baqara tha, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alayh. Ademi pranoi mesazh pi Zotit se Allah i ta buni kabul istikfarin edhe pendimin që ti e buni me gun tonde. Mirë, Allah ja fali Ademit gabimin, a shejtani s'ja fali gabimin. Çka ka dallim gabimi Ademit pi gabimit Iblisit? Ademi e buni gabimin se harroi, edhe gaboi. E pranoi Allah gabova, insan jom. Edhe nuk e buni pi me një masit. Shejtani i mallkum
e ka bo gabimin nga menjëmallësia edhe u mundu shejtani me arsjetu menjëmallësinë e vetë. Për shembull, Allah i tha, na i tham me laqeve edhe Ademit mira sejdë respekti, me laqeve edhe iblisit Ademit. Çka bonën? Fese gjedu, krejt lanë sejdë, ranë. Illa iblis, veç iblisi tha, unë si bin sejdë Ademit. Ebe u astekber, e Allah i ka zoj arshyun, tha, u bo me një madh iblisi. E Allah i tha, pse si ra sejdë Ademit? Pse nuk e respektuve krijesën që unë e thash me respektu? Tash hala po di po do mu arsetu. Shka i tha? I tha, ana khajru min. Khalakteni min nar, wa khalaktahu min tin. O Allah, unë që shmira këti insanit në sejdë, mu ki kriju pi zjarmit, këto ki kriju pi dhevit, batlëkit. Unë jam maj mirë saj. Anaj me një masi e dy fishume. Allahu Azza wa Jall tha, shporu edhe largohu pi rahmetit tem, je i mallkuar deri ditën e gjykimit. Kaq është. Andaj edhe ti jetën e përditshme. Ka dallim gjunoj që buhet nga harresa, ka dallim gjunoj që buhet nga lakmia, nga epshi, pa me një masi, edhe ka dallim gjunoj që buhet me kapa i dajlik. Kapa dajlik i bjen, e di që kjo është haram, e pi edhe 5 pare si ja. La ilaha illallah. A i qëti thot, ma but pak. Valla gozhe di që alkoholi është haram, po pa e që ka një smuj. Allah im falë të ma, ju mësube me këtë, smuj pa me tu pa ato. Kjo qëtër gjuna, kjo qëtër gjuna. Andaj du me pas kujdes. Edhe istighfarin kur ta bëjsh, me bu me për ullje. Nga se mjeti i vetëm i shpëtimit pas besimit, ke dunja për neve si musliman është istighfari. Për para haxhit ton, plesh i kanë bu përmi 80 vjetë, edhe ata si na jon, kanë gjak, kanë djenja, mërziten, gëzohen, si na jon. Po problemi ata s'kan pas mjete të komunikimit edhe veprimit bashkohor që me pas luksin me bo gjuna sa artiteket. A dini sot që neve në kanë servu qatë shumë gjunohe edhe të flet njëri ka mundësi me një gjuna. Këta plesh tonë se kanë pas këtë luks. Andaj jonë ma të rujtur se na në këtë aspekt edhe e kanë rujt vetën edhe familjen e vetë. Sot do bo zorë ma espari me rujt vetën burri, baba, prindi, familjari, pastaj me rujt bashorten, pastaj me rujt e vlad. Që të o probleme në herë si dale pi koloseki edukimi, si dale pi binarve edukimi familjar, pasha Zotin e madhë ka me qenë problem. Andaj, a i cili, Allahu Akbar, është i spravum, e ka spravu Zoti, mos me pas e vlad, e ka mundësin me ra istighfar, dhe ka mundësi Zoti i jep e vlad. Argument, Allahu Azza wa Jall e tregon duan e Nuhit alayhis salam, në të cilën dua i ka thonë Nuhi xhamatit popullit vet, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. I thashu Allah popullit tem, bëni istighfar se Allah i fal gjunat. Yursilis samaa aleikum midrara. Si të bini ju istighfar Allahu lëshon shi, wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kur ju bini istighfar, Allahu ja shton bereqetin pasuni, Allahu ju jep evlat hajrit, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Përmes istighfarit Allahu ju jep kopshte, edhe ju jep ujë edhe lumej. Andaj Allahu ka garantuar që nëse na bimi istighfar, Allahu Azza wa Jalla s'ka marrë dënu. Kur kush nuk është jam në mësuar për gjunave të ndruar xhamat. Kejtë bojnë gjunohe. Pasha Allah i najtë që ka dije, ka njerë full vetë me vetë, thot, mëre sa shumë mos mirë njosa ju më bojnë njerës. Ndaj Zotis, po flasë ndaj neve. Sa shumë njerëzit bojnë gjunohe, sa gjaku delët padrësisht, sa morali prishet. Që shpema Allah i këtë tokë. Që shpela Allah i këtë tokë. Mirë po na kina një element, ajo është istighfari që shpema Zot i këtë tokë. Pra të asyja Allah i ka garantu para 1460 vjetë dhe pejgamberi sallam, wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. O Allah pejgamber, e lajmëroje umetin ton se nëse ata bini istighfar mas gjunajt, Allah i ka qu garant që s'kam i shkatru edhe s'kam ja u farën. Kur edhe nëse bojnë gjunajt, e të aprojnë me gjunajt, ama bini istighfar dhe thonë astaghfirullah ose astaghfirullah wa atubu ilej, Allahu azza nuk i dënon.
Sot me neve ishte pra pjesa e parë, apo komentimi i parë i fjalës së Aliut radhiyallahu anhu, i cili thot: "Ajaban liman yahleku wan najatu ma'ahu." Është për të çuditur me njerin që shkatruhet, a pengesën e shkatrimit, edhe shpëtimin e ka në xhepin e tij apo në xhepin e saj. I thënë, kush është shpëtimi i njeriu nga shkatrimi? Tha Aliu radhiyallahu an, el istighfaru, pra istighfari apo kërkim falja. Elusë Allahu na zot që të na fal mëkatet tona, na mbuloj temetet tona, elu Zotin që të na përfshi me rahmetin e vet, elu Zotin që t'i fal të vdekurit tanë që kanë ndalë nga kjo botë, të na largoj neve prej gjunave. Elusë Allahun që të na bëjë të dashur në zemër istighfarin dhe pendimin, që sa herë gabojmë ndonjë mëkat, sa herë gabojmë diku, Allahu të na mundsoj që të mos na marrë shpirtin pa thonë astaghfirullah wa atubu ilej, o Allah, bi istighfar të ti për gjunojnë që e bona edhe pendonat e ti, ja Rabbel Alamin. Është një vllai joni nga Gjilani, po thotë që e ka vajzën e smut, edhe po prit që me janë gjithë dorë mas namazit kush ka mundësi. Zotë është për leftë, alhamdulillahi Rabbel Alamin.